Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Edhe pse jemi në stilën e vjeshtës, specat janë mjaft të shijshme, prandaj qëndroni me mua të përgatisim bashk një nga recetat më të thjeshta dhe me plot shije. Asnjë në familje nuk do i bëj naze, kështu që fillojmë ta përgatisim bashk. Në një tigan do shtojmë 3 lug vaj ulliri ose vaj lule dielli, vaj misri, çfarëdo lloj vaji që ju gatuani në kuzhinën tuaj. Do shtojmë 5 deri në 6 speca të kuqe, të cilat i ndajmë në copa, kështu si tregohet në video, dhe do t'i skuqim duke i përzier her pas here. Unë kam zgjedhur që ta përgatis me speca të kuqe, pasi djali im i preferon shumë, por sigurisht që mund t'i përgatisni edhe me speca jeshile, të verdha ose çfarëdo lloj speci që u gjendet në frigorifer ose në kopshtin tuaj. Nëse i keni speca të kopshtit, akoma dhe më mirë, pasi kjo recetë do marr shije akoma më të mirë. Pasi specat janë skuqur, do shtojmë 2 lugë gjelle me miell gruri. Do vazhdojmë skuqjen duke i përzier vazhdimisht. Kjo do ju marri shumë pak sekonda kohë dhe pasi mielli ka marrë pak ngjyrë, do duket kur është gati, pasi lëshon pak edhe të aromën e këndshme të skuqjes. Do shtojmë krip, piper të zi, spec të kuq, hudhër pluhur si në rastin tim ose hudhër të njom siç u gjendet në shtëpi dhe 400 ml qumësht. Masën do ta përziejmë në zjarr të ngadalt, gjithashtu do shtojmë edhe pak djath sipas dëshirës. Nëse nuk dëshironi që ta bëni më shumë kalorike, mund të mos e shtoni. Unë kam shtuar rreth 100 gram djath kaçkavall, pasi preferohet shumë në shtëpinë tonë. E përziejmë sa trashet pak masa dhe e vendosim në tavën e pjekjes. Unë kam zgjedhur këto tava të vogla që janë për çdo person, por sigurisht që ju mund ta vendosni edhe në tava ose tepsi, çfarëdo lloj që ju gjendet në shtëpi. Gjithashtu do presim holl 200 gram sallam, suxhuk, çfarëdo lloj të preferuarin tuaj, dhe do ta skuqim me pak gjalp dhe me pak spec të kuq. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Recetat e mia janë të thjeshta, të shpejta, me pak përbërës që mund t'i përgatisni lehtë në kuzhinën tuaj, kështu që mos humbni asnjë recetë dhe shtypni butonin e zilës. Pasi është skuqur sallami, e vendosim edhe atë në sipërfaqe dhe 2 lugët e gjalpit që mbetën në fund e shtojmë edhe atë në tavë. Nëse dëshironi që të shmangni yndyrën, mund të mos e vendosni, pra zgjidheni vetë sipas shijeve tuaja. E vendosim në furrë për 20 minuta në 220 gradë dhe ky është rezultati. Është një shije që nuk duhet ta lini pa provuar. Si ju duket si recetë? Pres për shtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.